Të nderuar vëllezër besimtar, fort i dashur xhamat, për disa javë apo për disa xhuma, si rezultat i muajit së lindjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kemi folur në lidhje me jetën dhe veprimtarinë e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Edhe kemi shkëput domethënë që në vas kemi trajtuar për disa xhuma temën me pyetje përgjigje, temën me xhamati pyet dhe hoxha përgjigjet, dhe i rikthehemi edhe një herë pasi që pyetjet janë nga më interesantët, gjë që është shumë të dobishme për besimtarët që t'i dinë shumë gjëra në lidhje me dinin e pastë islam, në lidhje me fenë e bukur muslimane. Dhe një ndër pyetjet që shtrohet, cila foshnje nuk ka qenë 3 muaj pasi kalimit? Nuk ka foshnje në dunja që kur lindet mos qajë. Çdo foshnje pra që vjen në jetën e kësaj bote, vjen duke qenë, dhe inshallahu taala në daljen e shpirtit ndodhe kundërta. Ja dorëzofshim Allahut shpirtin duke qesh. Pra arshin këtë dunja duke qenë, edhe dashëm prej kësaj dunjaje duke qesh. Vihet duke qenë mbase që në këtë dunja ka shumë probleme, shumë të lashë, stres, ankth, depresion, thuaj si ti thuash. Edhe ndoshta edhe kjo mund të jetë arsye që Allahu xhaleshanuhu kur e sjellën njeriu në jetën e kësaj dunjaje qartë për problemet e të lashët që do të ketë. Po ja dorëzoshim Allahut shpirtin duke qesh, inshallah që botën tjetër ta kemi të mirë. Në qeshët zemra e shpirti se do të takojmë Allahun dhul xhelal dhe se inshallah të meritojmë xhenetin e të madhit Zot subhanahu wa taala. Selam aleikum. Aleikum selam. Pyetja ishte cila foshnjë ka ardhur në dunja edhe nuk ka qenë 3 muaj ditë. E vetmja foshnjë që ka ardhur në jetën e kësaj bote dhe që nuk ka qenë 3 muaj ditë të para ka qenë Hazreti Musa alayhi salam, apo Hazreti Musa alayhi salam. Pse? I madhi Zot po ja shërdit në ëndër faraonit, la'natullahi alayh, firaunit, la'natullahi alayh, që do të lindje një fëmijë që ka për t'ia marrë pushtetin. Ka për të lindë në atë kohë, në atë vit, një djalë që ka për t'ia marrë pushtetin e firaunit. Dhe firauni la'natullahi alayh ju dha urdhër ushtrisë në çdo nën që është shtatzën të rrinë di ushtar. Dhe në momentin që do të lind, nëse foshnja do të jetë djalë, ta ekzekutojnë direkt. Tek nëna e Musait alayhis salam që ishte shtatzën, që lund një diroje që vetëm shkonin për të marrë qatë rrogë dhe nuk ishin shumë të vëmendshëm. Allahu xhaleshanuhu e lindi Musait alayhis salam pa qafë. Jo si çdo fëmijë pra siç thash që qartë kur lind, Musait alayhis salam i madhi Allah ja ndaloi të qarën, pra lindi duke mos qarë, që të mos e kuptojnë rojet që lindi fëmia. Dhe kjo nën e mori pasaj foshnjën dhe ju tha rojeve tek dera që më lindi fëmia i vdekur. Dhe po dal tavaros. Musai s'po qan të fare. Edhe nëna e Musait alayhis salam është historia e gjatë pasaj që e hodhi me një ark të vogël, e hodhi në lum dhe lumi e çoi mukë shtëpia e Firaunit dhe Asia, bashkëshortja e Firaunit, Asia qoftë e bekuar, e morri Musait alayhis salam dhe e birsoi si birin e vet. Dhe faktikisht po bëhet sebeb Musait që Firauni u ekzekutoi me fundosje në fundin e jetit. Pra foshnja e vetme që ka ardhur në këtë dunja dhe që nuk ka qenë pra lidhe me pyetjen që është bërë, është Musai alayhis salam. Cilët janë njerëzit e fundit që do të jetojnë para se të ndodhë kiameti, bëhet pyetja tjetër. Njerëzit e fundit që do të jetojnë para kiametit do të jetë ushtria Hazreti Isait alayhis salam dhe Hazreti Isa alayhis salam,
të cilët sa po kanë përfundu luftën me Ya'juj o me Ma'juj, një popull që janë të mbyllur në tent, e që do të dalin në momentin para ndodhjes së Kiametit, dhe do të ushtria e Isait alayhis salam së bashku me Isa alayhis salam do të ulen dikun të pushoj, dhe Allahu fuqi plot do të çojë një erë të lehtë që do t'u marrë shpirtin Isait dhe ushtrisë së tij me një lehtësi shumë të madhe, dhe këta pra do të jenë ata që do të jenë në fundin, apo njerëzia që do të jenë në fundin e jetës së kësaj bote, do t'i marrë ta njerëzit e mirë komplet, do të lënë më të qitë që do të përjetojnë pastaj Kiametin, ata që nuk kanë njohur Allahun dhul xhelal, ata që nuk kanë besuar Allahun fuqiplot. Aleikum selam. A do të krisë Kiametin mbi kokat e tyre, pra të Isait alayhis salam dhe ushtrisë së tij? Jo, pasi që thash, domethënë, këta do t'i marrë Allah para Kiametit me një erë të lehtë siç e theksova. Kur do të prishet qabja? Po, qabja ka për të prish, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shkatërrohet gur pas guri, dhe kjo është shenjat e forta të ardhes së Kiametit. Pra kjo do të ndodh para ditës së Kiametit. Mos e arritshim asnjë inshallah taala. Kush do ta udhëheq krismën e Kiametit, katastrofën e Kiametit, apokalipsin, tronditës dhe rënqethës që quhet me emrin Kiamet. Ato do ta udhëheq Israfili alayhis salam. Allahu dhul xhelal këtë detyrë ja ka caktuar njëri prej 4 melekëve më të mëdhenj që është Israfili alayhis salam, i cili do t'i fryrë surit para Kiametit, po ashtu edhe para ringjalljes, kur do të ringjallën njerëzia. Kur do të bëhet Kiameti? Kjo është një pyetje që as i dashmi Zotit s'e ka ditë përgjigjen. Por pejgamberi alayhis salam e ka thënë cila ditë do të jetë. Thot Kiameti do të ndodhë në ditën e xumës. Në një ditë xumaje, po e thënë. Ndërsa se kur brenda ditës së xumës ka 2 lloj transmetimesh. Njëra palë pretendon se i dashmi Zotit sallallahu alaihi wasallam tha Kiameti ka për të ndodhur ditën e xumës, pas faljes së namazit sabah deri para lindjes diellit. Pra ka për të ndodhur ditën e xumës, masi të ketë përfunduar namazi sabah dhe para lindjes së diellit. Ndërsa një transmetim tjetër thot, ka thënë i dashmi Zotit sallallahu alaihi wasallam, Kiameti ka për të ndodhur ditën e xumës, por pas namazit të akşamit. Pasi besimtarët ta kenë fal namazin e akşamit. Dhe faktikisht është pak më afër mendjes, sepse i vetmi namaz që farzët falen përpara sunetëve janë në akşam. Domethënë që njerëzia ta kenë fal farzin e Allahut subhanahu wa taala. Dërsa se kur e se cilën xuma, Allahu alem bi muradihi, pra nuk ja ka treguar as edhe profetët e tij, as edhe pejgamberët e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Një ndër pyetjet që shtrohet është edhe pyetja çka do thot Allahu dhul xhelal pasi të jetë shkatërruar donjaja, pasi të ketë në vdekje këtë njerëzia, pasi të jetë bërë Kiameti. Allahu dhul xhelal do të drejtojë dhe thot limenil mulkul yawm, i kujt është pushteti, e kujt është bota sot, pa asnjë krijesë gjatë. Dhe normalisht që askush nuk do të përgjigjet, sepse nuk ka as njerëz, as melek, as xhin, as kash, as insekt, as zvaranik, as amfib, as asgjë mbi tokë, nuk do të ketë as tokë dhe as planete, dhe nga që nuk do të ketë mundësi të përgjigjet pyetjes së Allahu dhul xhelal askush, do të përgjigjet vetë i madhi Zot duke thënë lillahi l-wahidil qahhar. Lillahi l-wahidil qahhar. Do të jetë Allahut për jetë shpejt, të pafundmit. Bota sot
është e Allahu dhul Gjelal, që është i përjetshëm e nuk ka fund, është i vetëm, pra është i përhershëm pa fillim dhe i përhershëm pa mbarim. Ka ekzistu pa qenë asnjë lloj krijese në tokë, e në planete pa ekzistu vetë planetet, dhe do të ekzistoj kur mos ketë më asgjë. Kur gjithë kozmosi do të jetë i zhdukur. Edhe me krijesat që gjenden në tokë edhe në kozmos. Selam aleikum. Pyetja që na vjen në radhë është kush ja pastroi xhenazën Ademit alayhi salam. Pyetje interesante. Kush e lau xhenazën e Hazreti Ademit alayhi salam? Xhenazën e Hazreti Ademit alayhi salam e lan dhe përgatitën vetë me melekët e të madhit Zot subhanahu wa taala. Edhe thirrën edhe djemtë të Ademit alayhi salam për ta pasur si do t'i varrosin pastaj njerëzia. Si do të kryhet rituali islam në varrosin një personi. Me larjen e xhenazës, me qefinosjen e xhenazës, me përgatitjen e xhenazës, me përcjelljen e xhenazës si do të përcjellet, edhe me varrimin. Sa dyer ka xheneti? Xheneti ka 8 dyer. Sa dyer ka xhehenemi? Xhehenemi ka 7 dyer. Pra xheneti ka 8, xhehenemi ka 7. Apo me i thonë ndryshe, ka 8 xhenete edhe 7 xheheneme. Kush janë dyert e xhehenemit? 7 dyert e xhehenemit apo 7 xhehenemat kanë këto emra. Dhe ato radhitën si mas vështirësisë, si mas tmerrit, si mas në dëshkimit, si mbas në dënimit të njerëzve për aq që mëkate sa kanë bën në tokë, për aq që mëkate sa kanë bën në jetën e kësaj dynje. Shtesa më e lartë në xhehenem quhet xhehenem, vetë emri, xhehenem. Xhehenemi i dytë quhet seir, më i tmerrshëm sa i pari. Xhehenemi i tretë quhet laga, më i tmerrshëm sa xhehenemi seir. Xhehenemi i katërt quhet hutame, që është më i tmerrshëm se sa xhehenemi laga. Xhehenemi i pestë është xhehenemi sakar. Xhehenemi sakar është më i tmerrshëm se hutame. Xhehenemi i gjashtë ka emrin Xhehemu. Dhe xhehenemi Xhehemu është më i tmerrshëm se sa sakar. Dhe xhehenemi i shtatë e ka emrin Hawiya. Dhe xhehenemi Hawiya është më i tmerrshëm se sa xhehenemi Xhehim. Zoti na ruaj ya Rabbil Alamin. Secili prej tyre është i tmerrshëm, secili prej tyre është katastrofal, secili prej tyre është përvëllues. Allahu mos na qoft në asnjërin prej tyre, ja Rabbil Alamin. Po pra siç thash, edhe ato janë shkallë, secila ka derën e vet dhe se tmerri është i jashtëzakonshëm. Allahu na ruaj ya Rabbil Alamin. E Allahu na e baft me nasib xhennetin e na ruaj nga xhehenemi, o ibadi Zot. Një pyetje tjetër që bëhet, ku qëndrojnë melekët ditën e xumë tek xhamia? Melekët e të madhit Zot për çdo xhami, Allahu dhul xhelal, çdo xhami që ekziston në tokë, Allahu xhalla xhelaluhu i çon di melek të rrinë tek porta e xhamisë, në di krahët e portës së xhamisë. Dhe ata nuk lanë njeri pa regjistruar në librin e tyre. Çdo kush që hyn e del prej xhamie, Allahu dhul xhelal në ditën e xumë ka caktuar këto melekët të cilët regjistrojnë në një listë secilin njeri në vete që filani është futur në xhami në ditën e xumë. Dhe në momentin kur futen njerëzit dhe imami vazhdon ligjëratën në ditën e xumë, melekët futen brenda xhamisë dhe ndihojnë imamin e asaj xhamie. Kjo është me hadith të pejgamberit alayhi salam. Nuk është se e themi neve. Sot këtu bashkë me ne, nuk falemi vetëm neve, por falen edhe melekët e të madhit Zot subhanahu wa taala. Edhe ndihojnë hoxhën, imamin, melekët e të madhit Allah subhanahu wa taala dhe
Normalisht që po tani jojnë edhe regjistrojnë ata. Zoti na ruaj sepse pesha e imamit është shumë e madhe. Pesha e imamit është shumë e madhe. Shohim imamllar që asnjë klasë shkollë se kanë edhe ligjëroj. Se si ligjëroj, se si nuk i tremë të madh Zoti, është Allahu alem bi muradi. Çdo fjalë që imami e flet, melekët e shkruajnë. S'kan nevojë për çip. Shkruhet nga melekët e madhit Zot. Regjistrohet nga melekët e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na fal ya rabbil alamin, Allahu na dërton nga hajri. O i madhi Zot. Kur Hazreti Omeri radiallahu anhu pranoi Islamin, thuhet që u gëzuan edhe banorët e qiellit. Po kush u gëzu? Janë gëzu banorët e qiellit. Transmeton pejgamberi alayhis salam se ku ka pranuar fen islame Hazreti Omeri radiallahu anhu, ka ardhur Xhibrili alayhis salam dhe i ka thonë Muhammed alayhis salam: Elhamdulillah, nuk ka ngel banori qiellit sot pa u gëzu që një tërim nga radhët tuaja Hazreti Omeri pranoi dinin islam. Po ku ka pas Hazreti Omeri? A i shkoj me shpatën në dorë të pres kokën e Muhammedit alayhis salam. E pyeti një qafir, tha, ku jeni s'me shku? Tha, po shkoj ta ekzekutoj ta zhduk Muhammedin nga faqe e dhejës. Tha, po ti para se të zhdukësh Muhammedin, shko dhe zhduk motën tonë, dhe sa dha jo kështë pranu, e mora veç që kështë pranu fen islame. Simër, tha, motra ime, tha, ka pranu fen islame. Dhe ndryshoj rrugën dhe unis për ke motra. Trokitin në derë, si së ketë një pabesimtar, me dhunë. Nuk i hap dera. E një gjoj motën e Omeri sa zhvllaj vetë, sa është Omeri. I thot bashortit vaj me detë, është të merus. Është Omer. Diri dhe që këtë meka për ti. A i tha, Allahu në kanë dëhor neve. O bashortja ime. Kur Omeri radiallahu anhu ju hap dera, ja hapit derën motra, do u fut? Futën në shpinë tjetër në mirësjellje. Qa mirësjellje dhe pret për meje? A ke pranu fenë e Muhammedit? Tha jo fenë e Muhammedit. Kjo nuk është feja e Muhammedit. Kjo është feja e të madhit Zot. Është dini Allahu dhul xhelal. Sa i përmendi emrin Allah, është feja Allahut xhalla xhelaluhu, është dini Allahut xhalla xhelaluhu. Ato e kapi një dridhje. E në shojnë njërë në fytyrës më njëherë, tha po kush është ky Zot? Morën një këthes 180 gradë. Allahu ishte ai që e futi me lehemin. Tek shpirti dhe zemra e tij. Ne nuk po i referohem me asaj historisë, është shumë e gjatë. Por vetëm thjeshta me që na edhe pyetja. Edhe me marifet, me butësi, ulu tha për pak, ulu. A i s'pranon të mi thonë pash fuqinë e Allahut, pash të madhin Zot. Vazhdon të akoma tjetë qafir. Dhe kër njoj dhëmën pasaj duke këndu Kur'an, i hiri me lemi në zemrën e shpirt. Dhe kër njoj ato ajete kuranore, pas i përfundoj, tha ma je bre, tha ta shof pak atë libër. Sa e nuk është të ndjuh që është fjallet madhin Zot. Tha ki libër, tha nuk mund të preket nga dore qafirit, tha. Do të lash, pastrosh, të marrësh abdes dhe ta japëm librin të lexosh. U la u pastru, mori abdes. E mësoj dhoni se si merret abdesi. Dhe ja dha librin në dorë dhe prej asaj derë më doli besimtar. Dhe kur shkoi tek Muhamedi alayhis salam, sahabët apo truproje po i themi Muhamedi alayhis salam, thani ja Rasulullah, Omeri po vjen me shpatë në mbres. Çka do të bëjmë, është Omeri. Sa jemi ne këtu nuk mund ta përballojmë Omerin. Edhe gjithë bashkërisht mund ta përballojmë dot. Allahu xhaleshanu e paralajmëroi Muhamedit alayhis salam që Omeri nuk ka për të ardhur kafir më tani. Tha lërën e të lirë.
Dhe sa shkoi te para Resulullah të Omeri, si që ishte nisë në fillim me atë mlef, shkoi dhe i ra në gjuhë, tha jo, tha nuk lejohet me më ra në gjuhë. I shkoi lot tha, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se ka vetëm një Zot dhe se ti je me të vërtetë i dërguari i Allahut. Dhe për pranimin pra të Islamin nga Omer radiallahu anhu u gëzuan dhe banorët e qiellit, u gëzuan dhe melekët e të madhit Zot. Zoti e baftëmueshëm që këtë dinë të pastër ta pranojnë këtë dunjaja ja Rabbil Alamin, sepse është vetëm ja shpresë për me shpëtu edhe me fitu xhenetin e Allahut. Allahu na e bëj nasib ya Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alihim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna warhamna bi hurmati lillahi ta'ala al Fatiha.